Se di, për Gjullin e ka pas ato ulljet e ngritit e saj, po Gjeneta prodhon lajmë gjdo herë. Mjafton historie me ba Gjeneta dhe portale që shkrujnë. Tregon ti që ashtu ba Driloni që ka qenë fitusi ati edicionit. Po a është bokser, ka fitu meq. Ka fitu meq, djalli është mirë. Që atë meq për maj men, pra që për ka zonë ti se që këm pa kur njetë ma. Si personaj, si sportist është pa sukses, që ajo interesën njerëzve. Se ajo ka me pa sukses në boks, për shka është hy brenda si boksier. Fakt është nuk për cilët ma jetë aty në ashtu me të motë. Për shembull, qifti që i kam bjetur, po them, skenës është Ana edhe Kevini, edhe nuk është që bojnë shpesh lajmë për pos kur kanë diçka shumë të madhe që shepatën shtatë zanin tashmë, se nuk është që gjithdo pushimi tyne, ose gjithë shka është për cilë, që është për cilë tash i Klodit edhe Elionës. E njëti sen mundet me ndodhë dhe pas një viti, edhe me këto qifte që tashmë i kemi aktuale. Vitin tjetër do t'jenë në fokus qoftë të fansave, të fanpage-ave, banor të rishë do t'jenë. Kush në ata? Ka njësë punimet. Ka njësë, qëre, diçka është e sigurt, këtë vjesht... Plan për Big Brother. Ka njësë. A ka diçka trim? Ka njësë. Në për koridore, po flitet në për koridore, po shihen disa gjana, po shihen disa njerës duke qarkullu, kështu që fryma Big Brother ja ka njësë me rtjedh, që ka shumë në mendat diritash për publikun, mendoj që kreti kanë vëmenjën ka Klan Kosova edhe me prit edhe me nxe presin edhe shka pëndohë. Na morën qafa gondie me që për ndosë së shpejti, po para Big Brother... Kanë me na shkru krejt, kusht është punëtori Klan Kosovës, kanë me hy personajet me na shkru, bo maniftesën, si qdo dhe. Puna ka fillu si për Big Brother, të edhin që nuk merem jo njerëzit specifikisht që meren me casting edhe i përzini banorë, nuk është përgjësi se sëri pëndorë të Klanit kjo. Jën ekipi Big Brother që meren me këto detaje. O, falim dhe shkujnë, apo non-stop, apo në Big Brother, është ekipi specifik. është ekipi specifik, ata ju shkujnë. Ku kam lidhe jone me Supernovën, ose me Bigon, mu më shenë në mëngjes, për mëngjes... Jo, ka ndodhë, unë e pash për shamu të Supernova, momentin që ka dalë promo jam, momentin që njerëzit kanë hyje dhe kanë hlumtu e kanë pa kushdo që ka pas Klan Kosovën në BO, ju ka artë se cili për tyre ka një mesaj, që muna mu ba pjesë e Supernovës, do më thonë ju më një farforme me me, ka që unë ty të më dasë. Aplikani, shumë i ki regullat e qarta, aty aplikan, ftojnë edhe shumë është... Qa muna me thonë të Supernova, edhe vitin e kalume kemi për cilë normal se jemi në Klan, po këtë vetë qa ku mujtë me pa, ka qatë shumë aplikanta që dojnë me qenë pjesë e Supernovës, asë se nuk jam merë menja, do më thonë. Kjo vjen si rezultati suksesit që ka pasit imazhet e edicionit të kalume, sepse kemi pa që rrugtimi tyne nuk ka met me Supernova edhe aq, po kanë vazhdu me qenë pjesë e formateve të tjera, edhe tashmë ekibri kene në shembullin kryesu. Me majt atë vëmendje që ka marrë në Supernova, ka mujt me mbjetu në treg. Për shumë Brikena është përjashtu prej Supernovës, për shkak të vonesave të saj të theksume që ka pas në emision, por që Brikena nuk është ndalë me atë përjashtim që ka pas për Supernovës, po ka vazhdu edhe shkojt e misi edhe u baqë kjo personajë i Brikenës që është ashtë. Ka fillu mu bugati Sara, Klodi, Eliona edhe ekipin brapa krejt? Prej javës tjetër, po besoj mundu me folë shumë Detajisht edhe me të kalzu. A mune, a kena një datë zyrtare, apo endë se ka zbulu Supernova? Akoma nuk është një datë zyrtare, kur ka me fillu. Do më thonë, gjatë marketingut, miftoni me nga të regoj diçka, sepse Adelina tha që dje ka pësu një fotografi të Dhurata Dorës dhe Tajnës, ne edina që Adelina është edhe paka shumë përkujdesur vokalisht, është si një valoj mësuse, si një valoj tutore, e shumë këngëtarve dhe artistëve tonë, ne edina që Tajnës i kanë ndihmu gëgja shumë në perfekcionimin e muzikës edhe zonit të Tajnës, jo veç për albumin e fundit, për që një kohë shumë të gjatë, e Adelina me gjatë su bashkëpunon edhe me Dhurata Dorën me Tajnën, me qka me njëherë filloj me lanë hapsirë, më nëmë kuptu që qka nëse këto dyja për e përgatisin një bashkëpunim, qka nëse Tajna dhe Dhurata kanë shku me u bo gati për shkak se janë duke e prit, ose janë duke e përgatit një bashkëpunim. Realisht, dje që Dhurata dhe Tajna nuk kanë me pas bashkëpunim, tjesht që të dyja të kanë zgjedhë mësusën e njëjtë, po thëmë kështu shkurtimisht, për me ushtru zonin, se i dim që tash sezona e verës, shumica e tyre janë gjdo natë në përkladë. Ama edhe të kanë njëtë në studio në përbësej që ka me pas shkëndia që me pas bashkëpunim, se në momentin që ju e... Ty pak shampojnë një tavoj linë pas, kanë kështu që... Po jo, Dhurata Dora e di që këtë verë ka bashkëpunim me Gjestin. Edhe është njëna prej pjesëve që Gjesti pa të bo publike shumë ma mëti, para se edhe mi ndodhë rasti që është ka nga Gasolina, që është në bashkëpunim me Dhurata Dorën, kështu që... Po ka me usjelë si projekt? Sjellë si projekt, po.
Bukur shumë. E projektet Kemi me pa gjestin tash në një bashkëpunim, që